që t'jeshe ëmbël. Me shumë për ullësi, falenderit baba, në fakt ju thash që më skuqet pak se nuk e prisja. Kryetarja e Kuvendit Elisa Spiropali u përball mbrëmjen e sotme me një surprizë të bukur në iftarin e organizuar nga kryegjyshi botëror i Bektashinjve, shenjtëria e tij Haxhi Ded, baba Edmond Brahimaj. Gjatë fjalës së tij në selinë e shenjtë të kryegjyshatës botërore bektashiane në Tiranë, baba Edmond Brahimaj u shpreh se zonja Spiropali kishte sot ditëlindjen, duke zbuluar këtë fakt për të pranishmit dhe ofroi tortën e përgatitur me këtë rast, ku uroi zonjës Spiropali në emër të gjithë të pranishmëve. Në këtë ditë të bereguar dhe në këtë iftar që po shtojmë sot, kemi dhe një gëzim tjetër që është bashkëngjitur bashkë me ne në këtë ditë, me emër tuaj dhe timin personal, e uroj kryetaren e Kuvendit të Shqipërisë, e cila ka datëlindje të bëhet 100 vjeçe. Ne kemi përgatitur dhe një tortë për këtë ditë të shenjtë tënde, që t'jeshe ëmbël, na nxjesh ajo ligje të ëmbla për të mirën e njerëzimit. Edhe ju e të çantë jeni, kështu që Me shumë për ullësi, falenderit baba, në fakt ju thash që më skuqet pak se nuk e prisja, po unë përfitoj nga ky rast dhe nga ky urimi juaj për t'i uruar gjithë besimtarëve, gjithë atyre që agjërim të lehtë dhe të pranuar në këtë muaj madhnueshëm, të kemi më shumë dashuri në zemrat tona, më shumë tolerancë, më shumë paqe, më shumë mirëkuptim dhe t'u vim në ndihmë atyre që më shumti ka nevojë. Sot e thelbi i këtij muaji është largimi nga të mirat materiale, largimi nga gjërat fizike për t'u lartësuar shpirtërisht dhe për të qëndruar më pranë atyre që më shumti ka nevojë. Me gjithë zemër, me gjithë shpirt, falenderoj shumë, ju falenderoj dhe ju uroj në këtë muaj të madhnueshëm që ka kaq shumë peshë e kaq shumë simbolik të fortë për gjithë besimtarët, por edhe për gjithë shqiptarët. është